Shqipëria renditet ndër 10 vendet e para në Europë për numrin e lartë të vrasjeve të qëllimshme, në raport me popullsinë, sipas të dhënave që janë bërë publike nga Eurostat. Në vitin 2024 në vend u regjistruan 41 vrasje me dashje, që në raport me popullsinë e atij viti janë 1.71 vrasje për 100.000 banor. Në këtë nivel, Shqipëria renditet e teta pas Lituanisë, Letonisë, Turqisë, Malit të Zi, Estonisë, Islandës dhe Finlandës. Në krahasim me një vit më parë, kur në vend kishte 1.27 vrasje për 100.000 banor, ka një rritje të ndjeshme të këtij treguesi për Shqipërinë për dy arsye. Së pari, numri i vrasjeve u rrit nga 35 në 41. Së dyti, llogaritjet për vitin 2024 janë bërë me popullsinë sipas censusit të ri, prej 2.39 milion banorësh nga 2.76 milion në 2023. Numri më i lartë i vrasjeve në vend është shënuar në vitin 2016 me 71 viktima, por sipas të dhënave historike të Eurostat ose 2.46 vrasje për 100.000 banor. Europa, sipas Eurostat në vitin 2024 në BE u regjistruan 3.953 vrasje me dashje me një rritje të lehtë prej 1% krahasuar me vitin 2023, ose 56 vepra penale më shumë të regjistruara nga policia. Ndërsa krahasuar me vitin 2014, kur u regjistruan 4.448 vrasje me dashje, numri i këtyre veprave ra me 11%. Gjatë periudhës 2014-2024, numri i vrasjeve me dashje ka pasur luhatje. Niveli më i lartë u shënua në vitin 2015, me 4.616 raste të raportuara. Nga viti 2016 në vijim, prirja ishte rëndëse, duke arritur në 3.735 raste në vitin 2019. Në vitin 2020, kjo rënje u ndërpre dhe vrasjet me dashje u rritën lehtë në 3.820 përpara se të zbrisnin sërish në nivelin më të ulët të serisë në vitin 2021 me 3.645 raste. Pas vitit 2021, prirja ndryshoi drejtim me rritje çdo vit nga 3.838 raste në 2022-shin në 3.897 në 2023 dhe 3.953 në 2024. Me gjithë këtë rritje të fundit, niveli i vitit 2024 mbetet më i ulët se kulmi i mesit të dekadës, rreth 14% më pak se në vitin 2015. Në përgjithësi, renditja tregon se nivelet më të larta të vrasjeve për 100.000 banor janë të përqendruara në vendet balltike dhe në disa vende të Ballkanit. Në vende balltike si Lituania, Letonia dhe Estonia, treguesit më të lartë lidhen me faktor historik dhe social, si trashëgimia e tranzicionit post-sovjetik, konsumi i lartë i alkoolit, konfliktet familjare dhe personale, si edhe pabarazitë sociale. Edhe madhësia më e vogël e popullsisë bën që një numër relativisht i kufizuar rastesh të ndikojë më shumë në treguesin për 100.000 banor. Sipas raporteve nga OBSH, OECD dhe Zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin që ka publikuar studime globale mbi vrasjet, Turqia e treta në renditje me 2.27 vrasje për 100.000 banor, përbën një rast më vete për shkak të përmasës së madhe të popullsisë dhe faktorëve të brendshëm social, politik dhe rajonal. Niveli relativisht i lartë lidhet me dhunën familjare, konfliktet personale, pabarazitë mes rajoneve, si edhe me ndikimin e kriminalitetit të organizuar në disa zona, sipas raporteve globale. Në Ballkan, ku përfshihen Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnia-Hercegovina dhe Serbia, nivelet më të larta lidhen më shumë me faktorë si konfliktet personale, pronësore dhe familjare, gjakmarrja, qarkullimi i armëve, dobësitë në zbatimin e ligjit dhe ndikimi i krimit të organizuar në disa zona. Pas Malit të Zi dhe Shqipërisë renditet Kosova, Maqedonia e Veriut dhe më e ulta në Serbi. Finlanda mund të jetë vendi më i lumtur në botë sipas World Happiness Report, por kjo nuk e përjashton praninë e problemeve specifike sociale që shfaqen në statistikat e dhunës, duke u renditur në 10-she. Sipas Institutit Evropian për Barazinë Gjinore për Finlandën, niveli relativisht më i lartë nuk lidhet me pasiguritë përgjithshme në hapësirat publike, por më shumë me strukturën e vrasjeve. Studimet dhe të dhënat për vendin tregojnë se një pjesë e madhe e rasteve lidhet me dhunë ndërpersonale, familjare ose mes personave që njihen, shpesh e shoqëruar me përdorim alkooli. Për Islandën, në vende të vogla, një numër i kufizuar rastesh mund të arrisë ndjeshëm normën për 100.000 banor nga një vit në tjetrin. Islanda, megjithse del lart në këtë renditje për vitin 2024, mbetet ndër vendet më të sigurta dhe më paqësorë në botë në indekset ndërkombëtare. Nga të dhënat e përpunuara nga Monitor, theksohet se në grupin e mesëm janë vende si Belgjika, Franca, Bullgaria, Slovakia dhe Kroacia, ku normat e vrasjeve janë mbi 1 ose pranë 1 për 100.000 banor. Në këto vende rastet lidhen më shumë me kriminalitet urban, dhunë familjare, tensione sociale dhe në disa raste me ndikimin e krimit të organizuar ose të rrjeteve të trafikut. Në fund të renditjes janë vende si Italia, Zvicra, Luksemburgu, Hollanda, Çekia, Portugalia dhe Polonia, ku normat janë 90.7 për 100.000 banor.
Këto vende zakonisht karakterizohen nga institucione më të konsoliduara, zbatim më efektiv i ligjit, kontroll më i fortë i armëve, sisteme më të zhvilluara sociale dhe ndërhyrje më të hershme në konfliktet familjare apo komunitare.